Kjo është gjendja e rrugës që dërgonte kisha e Shëngjonit në zonën e rrashkulloj të Malësisë së Madhe. Kjo rrugë vjen të amortizuar prej vitesh. Banorët e zonës thonë se lëvizja është tepër e vështirë. Problem është edhe ura në këtë rrugë, për këtë banorët bëjnë apel për ndërhyrje sa më parë, pasi kjo rrugë frekuentohet edhe për shkak të meshave që mbahen në kishën e zonës. Prishën që në bërë këtë zbëllë është edhe ku një vend të shenjtë, me kanë rruga prishën, s'ka kuptim. Një është me vu ndërë, nda me zbëllë sa më shpejt. Ashtë nevojshme ndërhyrja? Shumë e nevojshme. Se vinë shumë besimtarë që dhe mësën këta martët e Shnanojt. Rrugën e kishë. Po, Mi është me investu me bakit urë, qifet është kjo bëtë, o të hypi ujë maja saj. ashtë të vështirë për ju të kaloni edhe këtej? Po, tjetër e shtira është, ba me kalu ujë këtu du të mos basë. Ne kena fshat atje, nëse të ma për marë koma aty, po së për në vishë për ujët. Po shtetje kanë bajë herë për herë, po s'kanë bajë gjase. Po e një aty një kjo rrugë për ne është shumë e parrejtë. Po si shumë vështirë mërë për ne, shumë valni që po flasë, po shumë e vështirë për besë. Me kaluar ne me këtë karrocë edhe nuk po... Por me kanë me shtrua me diçka, me diçka. Që nuk e është i sëtë se qohet ujtë shumë, edhe kalën për mi rrugë. Që makinat e ti, këta lënë makinat se nuk mund në me ecë. E vështirë për ju me kalu Po, këtej? për shumë vështirë, që atje lëmë largë makinat e së mund në me hinë këtu. A menoni sa është e nevojshme ndërhyrja? Është e nevojshme ndërhyrje, po kush me është investu, s'ka duhet pare, s'ka është investitor që me godit rrugën, se duhet ura drejt me rrugën, se po su godit ura drejt me rrugën, edhe makinat e kanë vështirë me po këthesën me kaluarin. Rruga kena nevojë të kisha Shnjinit, jeto vend shenjtë, vend zotit, me ardhë mu lutë, Shkodra ka nevojë edhe i fije me ecë dhe pak ma naltë, malores ka naltë, me pune, me shërbime, me të mire, nevojshme, tash inshallah po bënë zoti mire, po bëhet diqa për shqiptarët, sidomos Shkodra e kena pak ma kështu. Shqetësim për banorët mbeten dhe mbeturinat të cilat hidhen në këtë zonë.